Përshëndetje që të gjithëve, unë jam Albana dhe mirë se në kanalin tim. Sot kemi një tjetër vlog dhe ku po shkoj unë tani. Ju mund të mendoni që po ikit te dyqani, do ikit te dyqani për pak më vonë, por si fillim do të bëj thonjë, se shikoni pak që gjendje janë super rritur shumë, dhe do ikit tek ajo që unë shkoja për herë kur isha këtu në Shqipëri, tek Mira. Kështu që shkojmë bëjmë thonjë. Kemi një porosi për të çuar të rroba qepsja dhe më pas në dyqan. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Mbarova të gjitha punën që unë i kisha caktuar vetes që t'i bëja sot, dhe puna e parë ishte të bëja thonjë, sepse ishin bërë shumë skandal. Besoj se e dallonit, ose nëse nuk e dallonit, do me thënë që kam zgjedhur ngjyrën e dur të nudit. Edhe këtë herë i kam bërë French, vetëm se i kam bërë me këtë yellow që ka dalë shumë në modë, butter yellow. Shkova tek rroba qepsja, lash fustanin atje. Tani, atë fustanin që unë lash atje, nusja jon e qershorit donte që t'i vendoste disa krah apo mëng apo nuk e di, por që janë kështu si anash. Tani ai fustani është i njëjti me atë që kam veshur, është i njëjti. Është ai që kam veshur unë tek dasma ime, do të thënë fustani i dytë i satenit, dhe ja çova rroba qepsës që të më rregulloj. Edhe do ta marr besoj nga java tjetër për t'ia dorëzuar edhe nusës, sepse i duaj për klipin dhe për martesën e kish. Më pas erdha këtu në dyqan, në fakt dyqanin nuk kam hapur plotësisht, duke qenë se vazhdon ende saga e dritave. Pra ende nuk kemi dritat tona, ende nuk kemi sahatin ton, kështu që sot babi ka bërë disa punime përpara sa të vija unë në dyqan, tek vendi ku do bëhen lidhjet, ku ta di unë se çfarë. Edhe shpresojmë shumë që nesër në orën 9 të mëngjesit, më në fund, të vinë ata, edhe të na lidhin dritat tona, që dhe unë të vi pa as edhe një lloj sikleti në punë. Do thoni ju se çfarë bën ti që ditën në dyqan. Sot për shembull, zakonisht të martave unë e marr ditë pushimi, sepse dua të qetësohem, dua të largoj pak pendjen nga puna edhe nga çdo gjë tjetër, dhe e marr si ditë pushimi. Normalisht të gjithë ata që kanë biznes duhet të marrin një ditë pushimi. Unë mendoj që e marta është okay për të qenë dyqani i mbyllur dhe për të rifreskuar trurin tënd, për të parë ndonjë model të ri apo për të menduar ndonjë video, për të menduar ndonjë trend, sepse e dini që puna e fustaneve lidhet shumë me trendet. Për sot kaq, ka vajtur faktikisht ora 6 e pasdites, edhe do të iki dhe shpresoj shumë që nesër të vulosim dritat dhe të na lidhen dhe të jemi rehat. Harrova t'ju them që kam bërë të thonjë të këmbëve. Mirë po, nuk ju tregoj dot tani, duke qenë se kam çorapet e veshura, por do t'ju tregoj nesër ose pas nesër, sepse do vesh shapka sigurisht këtë ditë, se jashtë është super shumë vap, po brenda, siç më shikoni, kam veshur xhaketën time. Cilat janë benefitet e të jetuarit me prindrit? Është ushqimi. Mama më mori në telefon dhe më tha: "Si e do pulën? E do me jufka apo e do me pilaf?" Edhe i thash me jufka, të lutem, edhe do shkoj në shtëpi dhe ha jufka me pulë, që më pëlqejnë shumë, realisht më pëlqejnë shumë. Edhe kështu do ta mbyll të ditën e sotme. Tani do bëj gati dyqanin, të pastroj gjërat që un kam bërë pis, edhe do të iki në shtëpi. E këto jufka të ishte qarë. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Hello, nga një ditë tjetër. Kam ardhur në dyqan, po siç e pat, sot nuk e di, isha ngarkuar aq shumë sa as vetë se di se si kam ardhur deri te dyqani. Do thoni ju çka kishe ti me vete? Çadër, çantë, qese, shkova te pastrimi kimik dhe mora dhe fustanin që ju pata thënë herën e fundit, edhe erdha në dyqan. Se si e kam hapa të qepenin nuk e di. Mirë po, për çadrën duhet ta kem patjetër me vete, sepse po bie shi, ka 2 ditë që në Tiranë është moti si mos më keq, do me thënë koha e vrentur, shi. Dje unë e bëra pushim, ishte e mërkur, e bëra pushim, edhe kam qëndruar gjithë në shtëpi, sepse ç'a të bëja, të dilja, të lagesha.
nuk doja, kështu që gjithë ditën në shtëpi. Ndërsa për sa i përket qeses, kam marrë make-up dhe rroba me vete, sepse jam e ftuar në një panajir që bëhet tek Pallati i Kongreseve nga Beauty Fair Albania. Unë jam ftuar faktikisht nga Bibi Pharma, kështu që do shkoj tek stenda e tyre, pse jo do bëj një xhiro rreth e përqark për të parë sa më shumë, duke qenë se është panajir. Edhe duhet të merrja rroba me vete, se nuk mund të vishesha me rroba për të dalë dhe të ecja gjithë këtë rrugë që bëj unë nga shtëpia ime për të ardhur këtu. Kështu që isha ngarkuar. Do t'i them një lajm të mirë që më në fund, po e shikoni edhe juve, kemi vendosur dritat. Do me thënë, dritat unë i vendosja çdo ditë tek Xhaxhi Stavri, mirë po tani janë dritat e mia, do paguaj energjinë elektrike vet, edhe po e shikoni, kam dhezur çdo dritë të mundshme të dyqanit, dhe dyqani duket sikur shkëlqen, sikur ka super ndriçim. Jam shumë e lumtur që më në fund kemi dritat tona. Do më thënë, saga e dritave që nga 21 janari apo 22 janari e deri më 21 maj kaloi, edhe më në fund kemi dritat tona. Ndërsa për sa i përket fustanit, që do t'ju tregoja edhe herën e fundit, që doja ta visha në manekin, apo nuk e mbaj mend ajo kam thënë apo jo, po e kisha në mendje, është e sigurt, është ky këtu, edhe është, siç që thash dhe herën e fundit, për gotat e mbushura. Tani unë të ta vendos në një varse të sharmit, edhe ta var tek vendi ku i takon që të rri dhe ta ish nga kjo qesja plastike. Edhe me që jam këtu, dua ta adresoj pak komentet e tipit jeshtë atë se po xhiron nga mesi e lartë, nuk na tregon, apo ku di unë se çfarë, do ta dëgjojmë së shpejti që ti jeshtë atë. Nuk jam shtatzan, jam shëndoshur, po kam shtuar disa kile më tepër. Mendoj që është edhe nga stresi, sepse Denisi është në Maltë, unë jam këtu, hapja e dyqanit, klientët, pagesat që do të bëjmë me këtë gjëra të tilla kështu, dhe gjithë stresi akumulohet me peshën, disa dobësohen, disa shëndoshen. Unë mendoj se kam tek kjo e shëndoshes, dhe sidomos tek pjesa e barkut, sepse tek pjesa e këmbëve dhe krave jam okay. Por nëse do t'jem shtatzan, dijeni që do t'ja u tregoja, nuk është se do t'ja u baja të fshehur, për më tepër në momentin që fillon të duket barku, do ta kuptojnë që të gjithë, kështu që nuk kam se ta fsheh dhe nuk kam se ta mbaj, kështu që nuk duhet të mbulohem, duhet të xhiroj nga mesi e sipër. Unë kështu kam xhiruar gjithmonë, nuk është se kam xhiruar ndonjëherë nga mesi e poshtë, kështu që faleminderit që doni që të jem shtatzan, por për momentin nuk janë kushtet që unë të kem fëmijën tim, sepse që të kem fëmijën tim, duhet që prindrit të jenë bashkë, të jenë afër, jo njëri këtu dhe tjetri në Maltë. Kështu që ta mbyll dhe këtë gjë, sepse më ka ardhur deri këtu, nuk jam thjesht, jam shëndoshur, por nuk jam shtatzan. Okej? Nuk jam, faleminderit. Dini që duke bërë punët kaloj ora, edhe tani është ora 3:30, unë në 4:30 do takohem me Brunën për të takuar Giselën përpara se sa të shkojmë tek panajiri, kështu që duhet të bëhem gati me një super mega shpejtësi, sepse realisht nuk e di, u futa, pastrova çdo gjë, pastrova edhe magazinën dhe zyrën time, që nuk e di, ishte bërë super rëmuj, ende nuk është bërë dollapi që unë t'i sistemoj gjërat brenda në dollap, dhe mendoni vetë ju se një gjë të marrësh bëhet përmbys atje. Kështu që tani do bëhem gati shpejt dhe juve do t'ju tregoj përfundimin se si dukem, se çfarë kam veshur dhe çdo gjë tjetër. Kështu që shihemi për pak. Dhe kështu është outfiti, vesha këtu fundin jeans, një palgeta, loafers nga Zara, këtë çantën Sinbono, një gjysmë golf, shumë i holl, nga, nuk e di, një dyqan që e kam bler para shumë vitesh, se kam iden fare më, Shein, edhe make-upi, flokët, dhe gati. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Kë gjeta këtun, edhe kë kisha. Even if the sky is falling down.
Hello nga dita tjetër pas panajirit. Kur po bëja gati për panajir, më erdhi një pako që do t'ja tregoj tani se çfarë kishte brenda, por të tregoj pak për panajirin, duke qenë se aty ishte shumë zhurmë dhe shumë muzikë lart dhe shumë njerëz edhe shumë rëmuj, nuk pata mundësi që të flisja me zë, por thjesht kam filmuar disa copëza që ta shikonit edhe ju. Bëhet për 7 vitesh, unë ishte hera e parë që shkoja, me thënë të drejtën, ishte diçka shumë interesante, më vjen mirë që bën kështu gjërash në Shqipëri. Dhe me thënë të drejtën, ja kalova shumë mirë, isha me Giselën, me Fationën dhe me motrën e Fationës, besoj se i njihni gozat të TikTok. Përpara sa të shkonim tek panajeri takuam edhe Brunën, kështu që e kam kaluar shumë mirë atë ditën dje. Një që nuk kuptoj nga këto organizimet, sepse dje ishte pak më shumë vetëm me njerëz të ftuar, shumë tangërlik njerëz, shumë tangërlik. I mean, unë kisha zgjedhur njerëz shumë të mirë dhe jam kënaqur, kam shijuar sepse kam folur shumë me gocat, edhe isha okay, por tangërliku që ishte në atë ambient nuk e di domethënë, më la shumë për të dëshiruar. Gjithsesi, mbasi mbaruam punën e panajirit, dola dhe me Fationën dhe me motrën e Fationës, më pas erdha në shtëpi, kam marrë një pako të vogël nga Bibi Pharma, kështu që do t'ja u tregoj kur të shkoj në shtëpi sepse nuk e kam këtu tek puna. Ndërsa sot në mëngjes isha tek doktoresha Rida, ju e dini, domethënë besoj se e njihni ato që më kanë ndjekur prej kohësh, unë kam bërë maskerinat me doktoresha Ridën, kam bërë pastrimin e dhëmbëve, pastrimin e gurzave, mbushje, gjëra, të doktoresha Rida i bëj të gjitha. Kam bërë dhe botox tek syt tuanash, e dini tashmë që e kam bërë 2 herë botoxin, edhe shkova për një retouch sepse më kishte rënë pak edhe duhet të qëndroj sa më këndshëm. Tani po mendoj që të bëj diçka tjetër, jo filler dhe jo kështu gjërash, por dua të bëj lazerin CO2 për rrafët e zinj që kam të poshtë dhe të fryrë, besoj që e shikoni dhe e kuptoni që janë aty. Dua që ta heq këtë pasiguri që kam nga vetja ime, mirë po nuk e bëj dot tani, sepse ka ardhur vera, do të thënë po ngrohet koha edhe duhet që të jetë freskët, normalisht se është lazer të përcëllon. Kështu që do pres edhe pak, por do ta bëj patjetër. Tani, kthehemi te ide e sotme, t'ju tregoj se çfarë kam tek pakoja e shenjtë që kam marrë këtë herë. Tani, ju e dini shumë mirë që këtu në Shqipëri ka ardhur pjesa e shenjtë, do të thënë ka ardhur shenjtë që mund të porosisni vetë nga website-i, mirë po duhet të porosisni një shumë të caktuar. Kjo është pak a shumë siç ka që në Maltë, sepse duhet të porosisnim mbi 70 euro për të marrë transportin falas. Kjo është dhe në Shqipëri, mirë po këtu në Shqipëri do të paguash doganë. Nuk e di sa është 20 apo 25%, gjë që nuk më pëlqen fare, më duhet pa kuptim, sepse ti përderisa po porosit në shenjë, i bie që do që të marrësh gjëra që janë me çmim më të ulët dhe jo me çmim të lartë, që të paguash ekstra, nuk e di domethënë. Por un kam zgjedhjen tuaj, sepse një shoqja ime tjetër që është influencer, Emelina, ka një faqe në Instagram po dhe në TikTok, Online Shop by Melina, që ti mund të zgjedhësh çdo produkt të shenjit, pra ti bën, e shkarkon aplikacionin e shenjit, zgjedh produktet që ti do, ja çon asaj që ti porosisi ty. Ajo ta sjell pakon tek shtëpia, nuk është e nevojshme që të paguash me kartë, paguan me kesh tek orieri edhe je fresk fare, nuk pagun as dogan as edhe një gjë. Kështu që kur e mora vesh që Emelina bënte këtë gjë, direkt porosita rroba, edhe i kam marrë normalisht për udhëtimin që ne do shkojmë së shpejti. Gjëja e parë që kam marrë është ky eleku i bardh dhe me thënë të drejtën këtë herë i kam porositur masa medium sepse kisha frikë se s-ja do bërinte ngushtë dhe nuk kam provuar as edhe një gjë nga këto. Do t'i provoj kur të shkoj në shtëpi, edhe do të shoh dhe shpresoj shumë që të më rinë mirë. Kam marrë këtë elekun e bardh sepse dua që ta kombinoj me një fund saten, që besoj çdo vajzë e mundshme ka një fund të tillë. Janë këto fundet që janë të gjatë, poshtë pulpës, mid quajnë këto. E kam marrë në këtë ngjyrë sepse kam një leopard në shtëpi dhe doja diçka të hapur, ngjyrë vere, ngjyrë krem që kombinohet dhe me gjëra të tjera, jo vetëm me këtë jelekun. Kam marrë t-shirte shumë të thjeshta. Materiali këtyre t-shirteve ka ardhur super. Kur them super. T-shirtet thjeshta i kam marrë kështu me qershi, me limona. T-shirtet i kam marrë masa medium, sepse doja që të më rrinin oversize, domethënë të isha e lirshme, mos i kem kështu të ngushta, plus që të ngushta kam pafund. Përveç kësaj që kam veshur tani, të gjitha të tjerat i kam të ngushta, të gjithë
çdo gjë, çka kam e kam të ngushtë. Kështu që thash më duhen këto që janë kështu të hapura. E para është kjo këtu, faktikisht që nga çik më madhe nga që mendoja, se nuk e dija që ishte kaq oversize, por që është okay sepse e rregulloj me xhinse me modele duke e lidhur, duke e bërë. T-shirti tjetër është këtu, që ky është po masa medium dhe po ta shikoni, është më e vogël. Kjo ishte ideja e t-shirteve që unë doja. Këtë e kam marrë që ta kombinoj me pantallonat jeshile linon që unë kam, sepse këto pantallonat jeshile që kam veshur edhe tani, i kombinoj ose me këtë t-shirtin e thjesht, ose i kombinoj me një këmish që kam kështu përsipër, por doja diçka tjetër sepse unë i dashuroj pantallonat lino edhe i vesh gjatë gjithë verës, sepse janë të gjata, janë të freskëta, nuk të plasin vape. Edhe thash, do të marrë diçka tjetër kështu. Këto e vesh edhe me xhinse, unë i vesh xhinse deri te gjuri, i vesh edhe me këto xhinset e shkurtra, po i quaj unë. Kam marrë edhe një set, se vërtet i kam menduar për udhëtime, por normalisht do të përdor edhe më mbrapa, sidomos këto gjërat që vishen. Për shembull, është ky kostumi i verdh, ka ardhur me xhepa shqyr, sepse unë i dua patjetër xhepat tek pantallonat. Duket pak si fosforescente, nuk e di, ose më duket mua, ose nuk jam mirë unë, ose nuk e di. Ideja ishte poshtë, pak a shumë si ngjyra e thonjve, butter yellow, kjo ka dalë shumë në modë, prandaj e mora një set të tillë. Ka edhe këtë që vishet sipër, që mund ta vesh me një kanatiere të bardhë poshtë, ose mund ta veshësh edhe kështu sepse këto lidhset janë tek cepi, po kanë edhe një cop tjetër këtu që mund të lidhesh dhe që mos të dukesh, domethënë, nga produkti tjetër është kjo çanta që me thënë të drejtën e mendoja se kishte edhe një cop tjetër, nuk e di tek fotot ashtu e parë, sigur kishte edhe një cop tjetër, ku di unë, sikur e kishte një. Më vjen shumë inat që nuk e ka, sepse ajo lidhet me, do të thënë, kishte një kops që lidheshin bashk, por si duket nuk e ka. Ka edhe një rip të gjatë, e kam një në ngjyrë të tillë në malt, por nuk e di, nuk e kisha marrë, e kisha harruar edhe kam ngelur pas një çantë të tillë që kombinohet me këto ngjyrat e hapura, për mos të marrë të zezën ose ku diun, dhe një çantë tjetër. Dhe produkti i fundit është kjo këtu, që dhe këtë e kam marrë për ta kombinuar me pantallona blu lino që kam marrë tek Stradivarius, dhe për më tepër për ta veshur edhe me xhinse të shkurtra, me shapka të zeza dhe je e veshur, e lezetshme, cute është edhe për ndonjë foto edhe për dita. Këto ishin blerjet, ju lodha trurin duke folur, më duket, qësesi, ç'a të bëj, e kam ves, e kështu. Kur të ikin në shtëpi, do t'ju tregoj dhe ato gjërat që mora tek Bibi Pharma, edhe pastaj do ta mbyll vlogun, se më duket sikur ka dalë pak i gjatë, më i gjatë se unë i bëj zakonisht. Por që kështu, pak a shumë këto shkuan diku tek 50 e pak euro, se harrova që t'ja u them. Edhe nuk pagova dogan dhe asnjë gjë. Kështu jam e lumtur që kaloj çdo gjë super shumë mirë, pa paguar lek ekstra. Tani po të shlodhem pak, se ngela vetëm duke folur, edhe po shihemi pak më vonë të shtëpia. Ju thash që kur të shkoj në shtëpi do t'i tregoj se çfarë kishte të çanta e Bibi Pharmës që ne morëm atë ditë. Kam harruar tripodin, kështu që po i nxjerr në këtë mënyrë edhe t'ja u tregoj një nga një. Një gjë tjetër, pasa një gjë tjetër. Atëherë, si fillim kemi një mask për fytyrën, interesante duket kjo. Kemi një gift voucher me 5.000 lekë të vjetra kredit për blerje 35.000 lekë, do të thënë, shkon blen diçka që kushton 35.000 lekë, në fakt paguan 30.000 lekë, shumë e mirë. Edhe scalp dhe skin test falas, super kjo. Nga 1 deri në 31 qershor, super. Më pas kemi një shampo dhe një mask për flokët, testera normalisht. Këtë mora unë, që është një larës për zonën intime. Një Stirolaps me logon e Bibi Pharmës. Dhe një krëhër, ose më saktë masazhues për skalpin.